I kemi zgjedh frutat të perimet që janë me mas shumë t'i vlera ushqyse për mi trajtu edhe si tema, po edhe me diskutu në kuadër emisionit tonë. Prej perime nëse shega javën e kalume ka qenë mbretresha, atër kjo është mbreti. Mësi me i tati. Kjo është mbreti i perimeve, sinqerisht për nga vlerat ushqyse që i përmban kungulli, vetë në gjyra e portokallët, është sasia lartë e beta-karotenit, që është forma aktive e beta-karotenit, që shndrohet në trup vitaminën A dhe ndikon tepër mirë në komplet organizmin, sidomos veçanërisht e syt, shëndeti i syve. Mos flasim për fibrat që i ka, mos flasim për sasinë e kaliumit edhe mineraleve të shumë të rëndësishme që i përmban, më thonë për imunitetin, për metabolizmin, për shëndetin në përgjithësi edhe të mikrobiomës kungulli është ideal. Sot kemi përzgjedh me këto vlera ushqyse të kungullit, mi kombinu bashkë me karotën, që e kemi thënë sa herë që edhe karota përmban vlera ushqyse, fibra, antioksidant, minerale, që janë shumë të mirë për shëndetin e zemrës, muskujve në përgjithësi për imunitetin, qepen si antibiotik natyral, edhe patatën, gjithashtu e dim edhe vlerat e patatës sa heri kemi diskutu, në këtë rast na për erza kena me shtu shafranin, biberin e zi edhe gjithën e dafines. Të këto janë për shije më shumë? Këto janë për shije edhe si pas dëshirës. Normal krep, si pas dëshirës, krejt kjo buhet një kombinim ideal, një sup e dimrit, që më thonë ka me qenë bum për organizmin. Gjithashtu, më thonë, kemi me shtu edhe kolagjenin. Po, irdha me marë. Vazhdo, Lenë, që kemi pregadit, e kemi pas edhe procedurën në kuadër të emisionit tonë, se qyshe kemi pregadit kusht është të pije kolagjenin, sot dhe kemi pru një sasit kolagjenit që kemi rujt në shpetë. Prej ngrirjes e thelle ka marrë Lena, një pjesë të kolagjenit. Është një sasi e kolagjenit që e kemi rritë për me përdorë për supë. Komplet se si bëhet kolagjeni, procedura, si realizohet, si mire, si zhuhet, si përdoret, e kërkoni tek familja jonë, vetëm shkruni kolagjeni dhe ju del video e Lenës. Nëse jo, mund të gjeni edhe tek faqet e Lenës me Lenën në Facebook dhe Instagram, dhe her pasire disa postime i ka dhe në YouTube që ka filluar tash të mirëboj, por e gjeni Lenën edhe në TikTok. Edhe mund të merrni recetën. Me na kontaktu edhe tjetër ja dërgojmë qoftë prej familjes tonë, qoftë prej neve.